falë gjunahet dhe gabimet tona. Allah Azza wa Jall të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allah i madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush mundësi atë ta devijojë nga rruga e drejtë, pasi Allahu e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe atë njeri që Allah i madhëruar e devijoi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij të ligë, askush nuk ka mundësi ta devijojë, askush nuk ka mundësi ta rikthejë në udhëzim përveç se Allahu Azza wa Jall. Dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar, i vetëm dhe i pashok, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Të dashur vëllezër, në mësimin ton javor që kemi rreth shpjegimit të librit komentimi surës Fatiha, kemi përmendur në dy mësimet e kaluara. Në mësimin e parë përmendëm vlerën dhe pozitën e madhe që ka surja Fatiha për besimtarin. Kemi përmendur gjithashtu në mësimet në vazhdim çështje që lidhen me rëndësinë që ka kuptimi i surës Fatiha për namazin, pasi thamë që autori në fillim të librit nuk fillon direkt me komentimin e surës Fatiha, por se për na treguar vlerën e madhe që ka kuptimi i domethënieve madhështore që përmban kjo sure, ai e lidh nga format që për treguar rëndësinë e saj, e lidh me namazin. E lidh surën Fatiha me namazin, sepse sura Fatiha leximi i surës Fatiha është kushti më i madh, ose mund të themi nga kushtet më kryesore të namazit. Që namazi të pranohet tek Allahu Azza wa Jall nuk mund të pranohet vetëm pasi e ke lexuar surën Fatiha. Dhe kur themi kemi lexuar surën Fatiha, është për qëllim kuptimi i saj. Pra, leximi i saj mirë, si lexim, shkronjat e saj, por se pasi e ke lexuar mirë, nuk mjafton vetëm leximi, por duhet të kuptohet çfarë përmban pra kjo sure për kuptimeve madhështore që ka lidhje me besimin e besimtarit. Në radhë të parë, ka lidhje me çdo aspekt ose me çdo çështje që ka të bëjë me besimin e muslimanit. Kush për jush mban mend diçka për mësimin e kaluar? Hamis, çka kemi marrë për ato që ka qenë prezent? Profesorat, dy profesorat kanë qenë gjithmonë prezent. Kujtoj çik sa. Kemi përmendur rreth vlerës surës Fatiha. Dhe një herë? Po, Allah shpërblet. Nga gjërat që ma mend profesori është që ne lexojmë detyrimisht, duam mos duam. Ai që fal namazet fars, pra çdo kush për nesh i fal, dhe lexoj surën Fatiha 17 herë në ditë. Sa rekate farz janë? Është 17 rekate që ne i falim gjatë ditës dhe të natës. Nuk ka namaz pas surën Fatiha. Kemi marrë. Tjetër ç'kemi marrë? Ç'a kemi përmendur gjatë mësimit? Pra, ke qenë prezent? S'man. Përmendëm gjithashtu lidhje me ajetin kuranor që mirë ata që falen. Kuptimin e shkujdesjes. Pra, ata të cilët janë të shkujdesur në namaz. Pra, çfarë kategorish përfshin? Kush përmend? Pra, cili futet te ky ajet kuranor? Ato që falen shpejt, bravo. Një nga, pra, ai që lë, atëherë kjo hyn ke kategoria ai që lë në shkujdesje një nga detyrat e namazit. Është shkujdesur ndaj një detyre të namazit që është qetësia. Me i dhënë hakun çdo pozicioni në namaz, çdo veprimi. Allahu nderoft, Allah shpërblet. Ai i cili e vonon kohën e namazit. Për shembull, i dashur vëlla, ka njerëz të cilët në sabah edhe orën për të çuar në orën 6:05, kur ka për të shkuar ke tregu për shembull, ose ke puna. Dhe nuk e vën orën 5:15, kur është koha e ezanit.
Atëherë ky person I cili e vuri orën për të çuar, pra si quhet munebi, pra sinjalin e orës, për të çuar në orën 6:05 dhe lindja e diellit është në orën 6:20 për shembull. Pa e çerek. A konsiderohet ky person I cili e ka falur namazin jashtë kohës? Po. Me qëllim? Po. E ka detyruar ndonjë gjë? Jo. Cila ka qenë mosprishja e rahatit, gjumit ti. E përfshin ajeti kuranor që Allahu thot, mirë ata që falen, që namazin e tyre janë të shkujdesur? Po, e përfshin. Kush e thot tën? Gjithë komentuesit, do shumica e komentuesve të Kuranit thonë që ajeti kuranor në surën Maun që thot Allahu Azza wa Jall, mirë ata që falen, që namazin e tyre janë të shkujdesur, kanë thënë që në të hyjnë ato të cilët e vonojnë kohën e namazit. Ose falin në kohën e fundit, ose pas kohës. Dhe wail është mirë për ta. Por se wail është një nga luginat e zjarrit të xhehenemit. Allahu na ruaj. Pra për ta është zjarri. Ata e meritojnë zjarrin. Mirimi është ndaj tyre. Është mbi ta. Dhe treta, që shumë e rëndësishme. Nuk janë përqendruar me zemër namaz. Janë shkujdesur pa. Do llogarinë e punës, llogarinë e tregut, llogarinë e vjerrës, vjerrit, llogarinë e babës, nanës, llogarinë e fëmijës, llogarinë e çdo shqetësimi dynjaje. I bën namaz. As përqendrohet me thënë Allahu Ekber, Subhana Rabbiyal A'la, edhe surën Fatiha as përpiqet ta kuptoj faktën për kthimin e saj. Në përqendrohet. Ato të cilët nuk janë të përqendruar në namazin e tyre me zemër. Çfarë kemi thënë? Ai I cili falet pa zemër, si është si trupi pa shpirt. Kush e tha? Allahu nderoft. Si trupi pa shpirt. Namazi pa përqendrim me zemrën të pa përkushtim, pra ka el khushu, përqendrimi me frikë respekt, me madhërim. Pra ti kur hyn namaz, sahabët transmetohet dhe të parë për dhe shokët e sahabëve tabiinët, ka pas për tyre që janë përshkruar si shikohesh fytyra e tij kur hyn namaz. Skuqesh. Ndryshonte. Ishte profeti sallallahu që ishte në shërbimin e familjes tij. Sa hynte koha, sikur se njifte asnjë. Dhe një herë, profeti sallallahu ishte në shërbim të familjes së tij. Kur hynte koha, ai sikur s'njite njëri. Largohesh. Çfarë bënte? Përqendrohesh, pra merrte shkaqet e para përgatitjes për namazin. Sa po hynte koha? Ndryshonte. Dhe muslimani është ai I cili jep hakun çdo gjëje. Hakun e Zotit, hakun e familjes, hakun ndaj vetes, ndaj tjerë, në përgjithësi. Çka kemi përmendur diçka tjetër të rëndësishme? Pse autori, Allahu nderoft, pse autori e ka lidhur surën Fatiha me namazin? Dhe që tham fillim, sepse Fatihaja është hyrë gjithashtu në një hadith që është namazi vetë, sepse është kushti më I rëndësishëm I namazit. Është kushti mund të sot të bëj përmbledhje më mirë, edhe përfitoj më mirë kështu, të kujtojmë këto gjëra se sa të jap një mësim tjetër ose shtesë. Sura Fatiha është quajtur në hadith vëlla namazi. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, thot Allahu Azza wa Jall, hadith kutsi I shenjtë, e ka ndarë namazin e robit tim në 2 pjesë. Për Fatihana ka qëllim. Nga Elhamid deri te Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kjo është për mua, për Allah Azza wa Jall. Nga Ihdina Siratal Mustaqim është për robin tim. Aty ku fillon lutja, I takon robit. Aty ku është madhërim, lavdërim, përkushtim adhurimi, është për mua. E thot, e ka ndarë namazin e robit tim në 2 pjesë.
Dhe është quajtur sura Fatiha namaz. Sepse ne jemi të urdhëruar ta lexojmë surën Fatiha në çdo rekat. Dhe ai cili e lë surën Fatiha, qoftë me vetdije, qoftë pa vetdije, do ta përsërisë namaz. Kur kujtohet. Pra që ati i cili ka harruar, nuk u kujtohet fare, a i cili kujtohet se ka fal një rekat pa Fatihan, që kemi ka hoxhë? Do ta përsërisi. Gjithën. Nëse, kur është mas imam. Edhe aty e ka fars? Kur është mas imamit dhe haron, atë i marr imami pjesën e leximit, nga mendimet. Besoj, ai s'm kujtohet. E merr imami si thosh atën si kompensimin e kësaj që jo, përgjithësim nuk themi, kompensimin e asaj që ti le. Prandaj kemi thënë gjithashtu për përsërisim tënë që ne marrim nga namazi atë që logjikojmë për shërblimeve, atë që kuptojmë dhe ndjejmë. Pra çështja është se nëpërmjet meditimit dhe kuptimit ti arrin ndjenjën për kushtimin. Pra kur personi kupton, e kupton diçka, mediton në të, arrin ndjenjën, arrin përkushtimin, arrin emocionin e vërtet. Jo flas madhërimin, frikërespektin, përgjërimin, përuljen. Pra ti kur mediton ke fjalë Allah Azza wa Jall, elhamdulillah Rabbil alamin. Elhamdu çdo të thot. Lillah çdo të thot. Rabb çdo të thot. Alamin çdo të thot. Nëse ke ty është e qartë, ndoshta jo plotësisht kuptimi, ose me gjithë kuptimet që përmbajnë këto fjalë kaq mëdha, por paktën ja di thelbin ose ja di atë që është mesazhi kryesor i këtyre fjalëve. Dhe ndjesh. Nuk është njësoj se i cili nuk e di që. Pra nuk e di kuptimin. A i cili ka lexuar, ka dëgjuar, ka mësuar komentimin e një sure, nuk më krahason atë i cili nuk ka lexuar asgjë. Arabët e kishin Kur'anin mrekullinë më të fortë. Dhe Kur'ani është mrekullia më e madhe dhe më e fortë dhe më ndikuese se tërë mrekullitë që kanë kaluar. Çdo profet ka ardhur me mrekulli të shumta, që i përshtateshin kohës dhe zakoneve ose gjendjes të dijes së popullit. Në kohën e Isa alayhis salam ishte zhvilluar mjekësia, thënë dietarët e tefsirit. Dhe Allahu Azza wa Jall për sfiduar kohën, atë kohë që ishin njerëzit, i dha Isa alayhis salam mrekulli që lidheshin me çfarë? Me shërimin e smurve. Ai sa gjallin e vdekurve. Në kohën e Musa alayhis salam ishte zhvilluar cila? Magjia. Dhe i dha Musa alayhis salam mrekulli që në pamje duket sigurisht magji. Pa të që mrekulli nga Allahu Azza wa Jall. Magjistari që ishte gënjeshtar mashtrues e dalloi. Ai magjistar që ishte tërëjtë magjistar dhe mëngjes u gdhi magjistar, u ngrys besimtar. Pse? Pra mrekulli. Sfidoi çdo gjë që ishte në atë kohë. Ashtu dhe Kurani. Kurani ishte sfidë për tërë arabët që ishin shumë përparuar në poezi, në oratori, në elokuencën e gjuhës tyre. Ata e dallonin fjalën e njeriut nga fjalën e një njeriut, diçka hynore, e zbritur. Sa kur erdhi një person i cili merrte vesh nga poezia, shumë njeri, pra që shumë orator, i dallonte fjalët. I thanë ati kujdes mos shko tek Muhamedi sallam, se fjalët ti më gjepsin. U step një herë, pastaj tha, pse? Unë jam i Zotit t'i dalloj pra gjërat. Dhe shkoj. Dhe ngjoj nga Kurani. Mjaftoi gjonte disa ajete kuranore dhe ai pranoi Islam. Ta kjo nuk është fjalë për njerëz.
Kjo është fjalë e zbritur. Është fjalë ndryshe. Kurani subhanallahu në fjalë Allah azza wa jall, në gjuhën që Allahu ka zgjedhur në arabisht, është mrekulli. 2 ajete kuranore u mjaftuan për një nga sahabët për ndër Islamin. A mos ata u krijuan nga asgjëja, apo ata janë krijuesit? A mos ata e krijuan qiellin dhe tokën? 2 ajete. Por në arabisht janë shumë bukur. Thot kur i ngjova këto ajete kuranore dhe ai ishte jo besimtar, thot zemra sikur fluturoi lart. Zemra sikur fluturoi lart. Dhe u mjafton të 2 ajete kuranore që i pranoi Islamin. Prandaj dia është dritë. Të mësosh me sinqeritet është dritë. Të mësosh atë që Allahu ka zbritur për dritës, do përfitosh nga ajo dritë dhe ti. Do ndryqohet zemra jote. U ndryshu zemra, ndryqohet çdo gjë. I shikon quhet në realitetin e saj. Hecën me dritën e Allahut azza wa jall. Prandaj namazi është shtylla e dytë e Islamit, të nderuar vëllezër. Është shtylla më kryesore që bëhet me gjymtyr. Prandaj dhe autori e lidh Fatihan me namazin. Sepse kjo dije që Allahu ka zbritur, e ka zbritur për çfarë? Për ta jetësuar atë. Aleikum salam. Dhe nga format më të rëndësishme e jetësimit të asaj që Allahu ka zbritur, është përkujtimi i Allahut. Dhe prej llojeve të përkujtimit të Allahut është adhurimi i Allahut me gjymtyrët tona. Dhe më rëndësishmi i këtyre adhurimeve është namazi. Allahu i madhëruar thot, nuk jam krijuar gjinët dhe njerëzit vetëm për madhëruar vetëm. Dhe qëllimi kryesor nuk realizohet dot pa dije, pa medituar në të. Allahu thot në Kur'an, thot, a mos në zemrat e tyre ka kyçe që nuk e meditojnë Kur'anin? Prandaj muslimani i merr shkaqet e kujt? E udhëzimit. I merr shkaqet që namaz të shkak për çfarë vëlla? Për udhëzimin tënd, për shtimin e udhëzimit tënd, për faljen e gjunaheve, për ngritjen grada, për shumëfishimin e shpërblimeve. Thoj dikush një hadith për jush që është përmendur në të falja e gjunaheve dhe ngritjeve të gradave. Allahu nderoft. Allah shpërbleft. Shiko. Kush vjen në xhami? Kush shkon në xhami? Pra kush del nga shtëpia, merr abdes, në mënyrë më të mirë, për shkuar në xhami, nuk del nga shtëpia, pa nuk e nxjerr diçka nga shtëpia, pa nuk ka shkak që ai del nga shtëpia, veç namazi. Në çdo hap që ai hedh, çfarë është? Falë gjunahesh. Tjetri, shpërblim. Tjetri, ngritën krata. Por kë namaz flasim ne? Të ndjetarët, që lidhi me përmësimin e tonë, shpjegimin e surës Fatiha. Ai namaz i jepet haku i tij. Dhe një herë. Ai namaz që ti jep hakun, që ke falë në mënyrë më të mirë. Jo namaz, nuk është qëllimi të shkosh në xhami të bësh muhabet. Shkosh në xhami të takoj shokët. Shkoj në xhami ndroj çik ambientin se jam mërzit ke shtëpia. Xhamia hajër është si vend, normalisht e duam. Po qëllimi kryesor është namazi, apo jo? Pastaj vin tjerat më pas, që janë lidhura. Sepse gjëja kryesore që është namazi si qëllim kryesor, do t'i japësh hakun, përderisa ky qëllimi kryesor. Dhe nëse i jep ti hakun namazit, çdo dobi tjetër, çdo qëllim tjetër që ke për vizitimin e xhamisë, do jetë më i frytshëm. Sinqerisht. Sepse edhe lidhja jonë që kemi këtu ne që bashkohemi, flasim, bashkëpunojmë, takohemi, është për Allah. Dhe dijeni se çdo morali jon, çdo sjellje jona, nëse bëhet për Allahun, ka hajër, bereqet, kënaqësi, lumturi, shpërblim. Nëse marrëdhëniet tona nuk janë për Allahun, janë mbi interesa të dynjas, interesat kufizuara, interesat tulta, atëherë ta dim se nuk ka hajër, nuk ka bereqet. Për e thot Ibn Taymija, Allahu më shëroft, thot lumturia kufizohet në 2 gjëra. Nëse ti përmbahesh punëve të mira, bindjes ndaj Allahut azza wa jall,
Dhe nëse ti je bamirës ndaj njerëzve dhe i ruhesh ti bësh keq atyre për hir të Allahut. Kur i bën mirë, nuk shpreson për tyre ndonjë të mirë. Dhe kur ndalesh nga një e keqe, pra, se mos i bësh keq atyre, nuk ndalesh të frenohesh sepse ke frikë nga ata. Po ke frikë nga Allahu azza. Nëse arrin këtë grad, atëherë ke arritur gradën e kujt? E bamirësisë, e lumturisë, kënaqësisë, rahatisë së zemrës. Prandaj, hadithi që përmendi vllai, është hadithi i tij që thot kush pret namazin namaz. Ka ardhur ky është fortifikimi, ruajtja nga zjarri, nga dënimi, nga çiat. Shkuarja shpesh në xhami, pritja e namazit, marrja abdesit në formë më të mirë, në kohë të vështirë ose të ftohtë. Të treja këto lidh me kë? Me namazin. E para, hapat e shpesht në xhami. E dyta, pritja namazit fars, namazin tjetër fars. Dhe e treta, abdesi. Kur ti e merr, pra o i smur për shembull, dhe ke të vështirë të shkosh ton marrësh ujin, përgatitesh ujin në ditë dhe se një ndihmoj, ose është ftofët dhe ke të vështirë të marrësh. Edhe pse ti ke të vështirë, ti duron, e merr abdesin në mënyrë më të mirë dhe është nga shkaq dhe kujt? E faleve gjunahe. E shpërblimit. Po për namazin që falet në mënyrë më të mirë. Jo të namaz ati që është shkujtesur. Ai që s'kupton Fatihan fare, ai që s'e bën rukun mirë, ai që e fal namazin në kohën e fundit, ose jashtë kohës, Allah na ruajt. Prandaj dietarët thonë janë të papëlqyer fjalët mbas jashtësisë. Pse? Fjalët pra pa dobi. Nëse bën shkaq që ti flen vonë, dhe po fete vonë që të vështirë çosh në sabah. Gjithashtu morëm se në kaluar shpjegimin që pra namazin munafikut që e vënon namazin derisa të lindi ose përndoj dielli në dy brirët e si e thamë, si shpjegohem në ç'kuptim ka kjo? Allahu nderoft. Pra kanë thënë, ka kuptim figurativ ose kuptim të pra siç është që shejtani i mallkuar i vendos brirët e vet, pas ka brirë, çka në hadith, aty në momentin kur çfarë? Kur perëndon diell ose lind. Sepse në ato dy momente ka idhujtar që adhurojnë diellin dhe ai do ndjej kënaqësi si po adhurojnë atë. Dhe ai i cili e vonon namazin deri në këtë kohë i pringjan adhurimit të idhujtarëve që adhurojnë diellin. Bashkë shejtani. Allah më ruaj. Prandaj rëndësia e lidhjes së zemrës, pra përqendrimit të zemrës në namaz është shumë e rëndësishme. Kjo nuk mund të arrihet dot nëse nuk ke mundësi ose nuk e mëson kuptimet e atyre fjalëve që thotë namaz. Dhe më e rëndësishme është surja Fatiha, leximi i surës Fatiha. Sepse ne kemi në namaz kemi dhe gjëra të tjera që themi. Për shembull, në fillim themi Allahu Akbar. Kemi një lutje. Është e detyrueshme në mënyrë që të arrijmë të paktën përqendrimin e duhur, përqendrimin që pra të mjaftueshëm që na mjafton neve për çka ky namaz i pranuar. Duhet t'i kuptojmë këto dhikrin, lutjet dhe më kryesore që tham, që është nga pra kushti kryesor i namazit, leximi në surën Fatiha. Në mënyrë që ky namaz t'i japi frytet e plota. T'i japi frytet e plota. Çka ka hadithi tjetër, 5 namazet, xumaja nga xumaja, Ramazani çfarë është? Përse? Falë gjunahesh. Nëse kushti? Nëse i largohet gjunaheve të mëdha. Dhe një herë, namaz. Xumaja xuma. Nëse xuma.
Xhuma janë xhuma. Ramazan e Ramazan. Haxhin haxh. Umre në umre. Tëra janë falë gjunahesh. Me kusht nëse ti përpiqesh të largohesh gjunaheve të mëdha. Nga kjo në nxjerrim një pyetje, hoxh, cilat janë gjunahet e mëdha? Çfarë përkufizimi ka? Gjunahi më. Kush për ju e di? Ka një gjuar më para. Shirku, po, patjetër, ai është më i madhi. Idhëtaria, po. Po, këto janë shembuj konkret. Dua ka një përkufizim? Që dietarët kanë thënë për këtë? Ka në përkufizim? Atëherë, çdo gjuna për të cilin është përmendur mallkim, dënim, ose ai është larg mëshirës së Allahut, ose ai është i privuar nga mëshira e Allahut, ose ai është larg sunetit tim, pa rrugës time, është nga gjunat e mëdha. Edhe një herë, çdo gjuna për të cilin është përmendur se ky gjuna nëse e bën ka mallkim nga Allahu, ose nga engjëjt, ose nga njerëzit, ose është përmendur që ka këtë lloj dënimi, ose gjithashtu ky është larg mëshirës së Allahut azza wa jalla. Atëherë është një gjuna e mëdha. Dhe gjunat e mëdha kërkojnë pendim të veçantë. Dhe pendimi i veçantë ka kushte. Kushti i parë është të largohesh nga ai me një. Ta ndalosh veten dhe të vendosësh. Kushti i dytë që të rikthehesh më. Të ndjeve zemra jote pishman, dhimbje për atë që bëre. Këta janë tre kushtet kryesore. I katërti ka lidhje me atë që ka të bëjë me nëse i ke bërë dikujt një të keqe, një dëm, ta kompensosh ose ta kërkosh hallalin, ose ta zhdëmtosh atë tjetrin nëse i ke bërë diçka ton që kërkon zhdëmtim. Ka diçka tjetër që kemi përmendur? Vis? Kishe pyetje të shkurtër. Po. Tani kur jemi me imam, e mira është ta dëgjojmë një herë lezimin e surit e Fatiha dhe pastaj ka lexojmë ne apo mas imamit paragraf. Pra, leximi i Fatihas, kur imami lexon Fatihan me z, ka dy mendime dietarësh. Mendimi i parë thotë që pasi të ketë lexuar imami Fatihan, lexohet i pasti. Pra, është detyrë dhe për ty. Disa thonë nuk është detyrë. Në rast ku imami lexon me z. Ata që thonë është detyrë, ka për ty që thonë mas çdo ajeti lexohet i ajetin pas, dhe ka për ty që thonë mas të mbaroj Fatihan, lexohet i Fatihan. Po. Pra ata që thonë që është detyrë dhe për xhamatin, kur imami lexon me z, ta lexoj Fatihan. Po ka mendim që thotë jo, nuk është detyrë. Përderisa imami lexon me z dhe ngjohet, dëgjon ai, pra xhamati, atëherë se ka detyrë xhamati ta thotë ta lexoj surën Fatiha. Mjafton leximi i imamit. Kur e lexon me z, jo pa z. Kur është pa z, e ke detyrë, ë? Akşam si dhe sabah. 2 rekatet e para. Atëherë. Po mendimi më i përgjithshëm është që ta lexosh. Unë lexoj për shkak, unë e lexoj për mendimin, këtë mendim kam. Ja disa imam për shembull e direkt. Shpejt, nuk të lejnë. Surën tjetër thua? Jo, ti do të lexosh Fatiha, përderisa e thua që kam detyrë të lexosh Fatihan, për ai sa kohë ke, ton, ndërsa imami është akoma në këmbë. Gjithashtu, kemi morën më në kaluar që nuk është qëllimi tek ajeti kuranor që mirë për ato që falen ka ardhur. Nuk është qëllimi për ato që e lejnë namazin. Tham. Janë ato që falen, po nuk japi hakun namazit. Janë të shkujtesur. Edhe gjithashtu çfarë morëm, që kemi folur, kush e kujton? Pra namazi është detyrë në kohën e tij. Inna salate, më vërtet namazi është detyrë mbi besimtarët në kohë të caktuar. Është puna më e mirë.
Dhe është nga punë më të dashur të Allahut për namazin në kohën e tij. Këto ishin disa çështje që ne i morëm rreth rëndësisë që ka dhënies hakut të namazit, për që ky namaz i pranuar tek Allahu Azza wa Jall, i namaz i cili janë plotësuar detyrat, kushtet, në mënyrë që ky namaz të jetë i plot dhe i pranuar tek Allahu Azza wa Jall. I plot e kam për qëllimin jo i plot sepse ka ardhur një hadith që tregon që njeriu merr nga namazi i tij 1/2, gjysmë. Ose ka ardhur 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 dhe më shumë jo. Po të mundohet besimtarit të paktën që ky namaz mos i kthehet mbrapsh. Ky namaz mos ta mallkoj atë. Ky namaz mos të jetë nga namazet që je shkujdesur ndaj tij. Dhe tham dhe një herë, autori para se të filloj në shpjegimin dhe komentimin e ajeteve kuranore, sjell rëndësinë që ka Fatihaja për ta kuptuar Fatihan. Sepse Fatihaja vetë është hyrësja që ti futesh në namaz. Fatiha që thot, Fatiha. Fatiha. Pra hyrja që miftah është çels. Fatiha, Fatih. Është ai që hapi diçka. Hapsi. Thot hapsi shqip? Thuhet shqip. Ta letrar është e pranueshme. Hapsi. Është hapsi e Kuranit? Në të fillon Kurani apo jo? Gjithashtu dhe hapsja, pra thënia më kryes ose mund themi fjalët më kryesore që me të hapet Kur'an, hapet namaz. Pasi themi Allahu Ekber, themi një lutje para përgatitje, pastaj hym në surë më madhështore. Sura më e madhe në Kur'an, më rëndësishme, cila është? Ajeti më madhështor? Allah shpërblet. Allah beqatoft. Me kaq inshallah mbyllim.